Komisioni Evropian ka publikuar raportin e parë vjetor për azilin dhe migracionin duke vlerësuar situatën në vendet e BE-s. Spanja, Italia, Çiproja dhe Greqia janë konsideruar si vende në presion migrator për shkak të numrit të lartë të migrantëve që kanë bërritur vitin e kaluar. Ky nivel është quajtur nga Komisioni si jo proporcional dhe për të lehtësuar presionin, këto vende do të përfitojnë në 2026 nga solidariteti i shteteve të tjera anëtare të BE-s. Solidariteti mund të shprehet ose duke pranuar azil kërkues të zhvendosur ose përmes kontributeve financiare. Komisioni ka propozuar fondin vjetor të solidaritetit, i cili do të përcaktojë numrin e azil kërkuesve dhe shumën që secili vend duhet të ndajë. Propozimi ende nuk është publikuar dhe do të diskutohet me shtetet e BE-s, të cilat do të vendosin për pjesën e secilit deri në fund të vitit. Çdo shtet që nuk është në presion do të kontribuojë sipas popullsisë dhe prodhimit të brendshëm bruto të tij. Opsionet janë 3: të pranojë azil kërkues, të paguajë 20.000 euro për person ose të mbështesë operacionet në vendet në presion. Vendimi përfundimtar do të merret me shumicë të kualifikuar votash për një minimum prej 30.000 zhvendosjesh dhe 600 milion eurosh në kontribute financiare. Ky sistem dhe fondi i solidaritetit do të shërbejë si bazë për solidaritetin e detyrueshëm të parashikuar në Paktin për Migracionin dhe Azilin, reformë kryesore e politikës së migracionit e miratuar në vitin 2024.